Unë në dyqan kom këpucë se si e fillojnë nga 450 fronga, e këtu si i bëj me ngjyra këtu ja fillojnë dikun ka 950 fronga, azo ojra, 1.000 euro. A mo, kjo këpucë që ndronë të njetën. Ta është i mjatësit lapsin. Të njetën? Per me rujt mirë, azo me krema, me voksa. Se kjo është sikur likur, është sikur në të njerët edhin. Me mirë mbajt likurën një njërë? Me mbajt mirë. Mundë me qëndru të njetën kjo këpucë. Okej, po më rrinë e dherë të 1.000 euro. E ato që i banë vetë? Ato si i bëj vetë komplet. Komplet? Po, me masë personale. Ato ja fillon 3.500 fronga, me likur vici. Po, me likur krokodili edhe asë likur është mundët me hypë dhe 20.000 euro ajo. Pucat ma të shtrejta që i keshit, sa kanë kushtu? Ma shtrejta, diku 23.000 euro. 23.000 euro. Që kë mundet me folë që i ka me letra, se në Zvicër mundet me i pas ndryshe. Nuk është si këtu thënë vallaj se kom paraqit tatimin, ha? Jo, atë e duhet ndryshe. E tash, sigurisht çështja e përdorimit lëkurës është diskutabile. Dhe diskutohet në gjithë botën nga i merrni këto lëkura, si trajtojnë ato kafsh, e tjera, e tjera. Si është procedura? Also, për lëkura, çdo ferm është e certificuar për shtetet. Edhe çdo lëkurë si e përdorim na, është e produksionit mishit. Sa normal, ajo shtaz rritet për mish. Ato një met lëkura. Okej, do me thonë, ka ferma. Po. Të cilat rrisin krokodil. Po. Që njerëzit i përdorin për mish. Po. Për shembull, Amerika... Dhe pastaj ju e merrni lëkurë. Po. Krejt kjo bëhet në rregull. Krejt kjo është me certifikata, edhe me certifikata për shtetit janë këto. Po. Se këtu ferma shkojnë e kontrollohen gjithmonë. Për shembull, Amerika i përdor 300 ton mish krokodilit në vit, si i hajnë. Për ushqim? Për ushqim. Amerika, ajo në zdi... Për mu është më mirë, sa mesi më shumë krokodila tani për mu. Për ti ke lëkurat, që i aty, 2 krokodila, 2 lëkura. Po. Sa për qanta, për këpuca, përdoret vetëm barki. Vetëm barku? Po. Bishti nuk përdoret, sa vetëm barki është kualiteti më i lartë. Mundem me përdoret tjetrin, po unë jam i specializuar për kualitet më të lartën. Tani, kur ke fillu me përdor për herë të parë lëkurat të krokodilave, aligatorve? Unë para 12 vjetëve, jo më shumë nështë 14-15 vjetë, e pa të përsit për vete një këpucë nga Amerika me likur aligatori. A, dikush tjetër që e ka bo? Po, dikush tjetër. Atëri, alon nuk e pa të njës me përdu vetë këpuca. E pa të përsit. A mu marakli këti likura pesi më e manë jomëne.